Drejtësi për 116 shqiptarët e vrarë në masakrën në studime të Vushtrisë u kërkua në përvjetorin e 26 të krimit të kryer nga forcat serbe. Familjarë të viktimave përveç që kërkuan drejtësi u bën thirrje politikanëve t'i lënë anash interesat partijak, kur është në pyetje interesi i shtetit. Sot që po shënojmë 2 majin pas 26 vitesh, kemi një përçarje të thellë në mes spektrit politik dhe ajo çfarë ne kërkojmë si familjar. Kërkojmë që, ashtu siç ishin të unifikuar këtu të gjithë martirët, dëshmorët në vijat e frontit, të unifikohet spektri politik dhe të arrijnë që Kosovën ta shtyjnë përpara emanet që e kanë nga martirët, nga familjarët, nga dëshmorët e këtij vendi. E përfaqësues politik nuk folën për ndasitë e brendshme. Ata përkujtuan krimin dhe kërkuan që përgjegjësit të vihen para drejtësisë. Krimet kundër njerëzimit nuk parashkruhen, nuk harrohen, nuk falen, vetëm me drejtësi për viktimat dhe dënim për kriminalet, familjarët do të gjejnë prehje dhe paqja do të bëhet e qëndrueshme. Edhe unë i bashkohem respektit për të rënët për liri, për martirët e studimesh, që janë shumë, që janë gjitha moshave, dhe njëkohësisht solidarizohem me dhimbjen e juaj, po edhe me krenarinë e juaj. I pa harruar kujtimi për të rënët për liri, këtu në studime e në gjithë vendin. Kërkesë për drejtësi bëri edhe kryetari i Vushtrisë Ferit Idrizje. Masakra e 2 majit e vitit 1999 ka lënë gjurmë të mëdha të pashlyeshme që kur sot e asaj dite nuk u ndeshkuan masakruesit, kriminalet që e bën këtë. Të nderuar të pranishëm, sot kujtojmë me dhimbje, ndajmë dhimbjet me familjet. Më 2 maj të 1999-s, forcat serbe masakruan 116 civil shqiptar, të cilët i nxorën nga kolona e qindra njerëzve që po doboheshin për në Shqipëri. Sipas dëshmitarëve, ata u pushkatuan brenda 2 orëve.